rasti ta them këtu dhe për tjerët përsëri që duhet kryetarët e atë bashkive të jenë shumë të vëmendshëm që ta ndajnë në dysh trurin qytet dhe fshat dhe jo ta anojnë gjatë gjithë kohës nga qyteti. Natyrisht qyteti shumë i rëndësishëm etj, por duhet ta mbajnë një pjesë të 50% të mendjes nga fshati për të qenë aktiv, për të krijuar ndërmarrje në fshat, për të dhënë kontribut si bashki edhe për të përfituar nga gjithë këto skemat e financimit që ne të kemi krijuar, por që kanë nevojë për ndryshim mentaliteti në mënyrë që 200 milion euro që janë atje në linja e kreditimit dhe Bankës së Shqipërisë ose të tjera fonde që krijohen nga kjo qasje e re, qasje sipërmarrëse, jo qasje na këto lek harxhoj, pastaj do t'jap prapë vitin tjetër, por qasje që hajde të dhëmë ca lek bashkë, edhe të bëjmë lek për ju, për familjet tuaja dhe për bashkinë. Kjo është një gjë shumë e rëndësishme.